Tensionet mes Shtetet të Bashkuara dhe aleatëve të NATO-s kanë dalë sërish në pa, ndërsa lufta me Iranin dhe roli i aleancës në konflikt mbeten çështje të debatueshme. Gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u përpoq të qetësonte marrëdhëniet mes presidentit amerikan Donald Trump, duke argumentuar se mungesa e mbështetjes nga disa vende anëtare për operacionet amerikane kundër Iranit përbën vetëm raste të izoluara. Rutte theksoi se vendet europiane dhe Kanadaja kanë arritur ndjeshëm shpenzimet për mbrojtjen gjatë viteve të fundit, duke ia atribuar pjesërisht këtë zhvillim presionit të vazhdueshëm të ushtruar nga Trump që prej mandatit të tij të parë. Ai kujtoi gjithashtu se gjatë konfliktit me Iranin, avionët ushtarak amerikan operuan nga bazat e NATO-s në Europë, duke treguar sipas tij se aleanca ka qëndruar pranë Washingtonit. Megjithatë, presidenti amerikan nuk u shfaq plotësisht i bindur. Trump deklaroi se nuk ka nevojë për paratë aleatëve, por kërkon besnikëri ndaj Shteteve të Bashkuara. Ai theksoi se SBA-ja vazhdon të mbajë mira trupa në Europë dhe të garantojë sigurinë e aleatëve, ndërsa pret mbështetje të madhe në çështje strategjike. Takimi zhvillohet vetëm pak javë para samitit të rëndësishëm të NATO-s, që do të mbahet në Korrik, në një kohë kur brenda aleancës po shtohen debate për lindjen e mesme dhe për rolin e ardhshëm amerikan në Europë. Trump ka vënë shpesh në pikpyetje vlerën e NATO-s dhe madje ka lënë të kuptohet se mund të rishikojë angazhimin e SBA-s ndaj aleancës. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka kritikuar ashpër vendet që sipas tij përfitojnë nga mbrojtja amerikane pa kontribuar mjaftueshëm, ndërsa Pentagoni po shqyrton mundësinë e reduktimit të pranisë ushtarake amerikane në Europë. Pavarësisht mosmarrveshjeve, Rutte këmbgul se Trump mbetet i përkushtuar ndaj NATO-s, ndërsa samiti i Korrikut pritet të tregojë nëse aleanca mund të ruajë unitetin përballë sfidave të reja globale.